Ferrasi në Fier është një nga zonat më të prekura nga përmbytjet ku dëmet janë të konsiderueshme në banesa, toka bujqësore, sera e të tjerë. Fatkeqësisht përmbytjet kanë vijuar dhe gjatë kësaj të shtunë duke rënduar bilancin, pasi 10 banesa janë në pushtetin e ujit dhe të baltës. Banorët e fshatit e kanë shumë të vështirë rikthimin e normalitet, pavarësisht ndërhyrjes së bërë nga punonjësit e bashkisë, të cilët punuan me pompa për të larguar ujin nga shtëpitë e përmbytura. Gjatë natës dhe në orët e para të mëngjesit, një pjesë e konsiderueshme e shtëpive janë gjetur sërish në ujë. Dëmet e shkaktuara janë të konsiderueshme, ndërkohë banorët shprehen të pashpresë përballë kësaj situate. Jetojnë katin e parë, aty më janë prishur të gjitha. Ku të vete, ku të mbyte? Një çik shpes që kisha, ja të kja. Me deti me shjarak. Sa radhe, erdha në Vlora, thash, dalë një shikoj, ta që për mjë këtu. Kur shikoj, 20 fond e ke thënë. Nuk ka me shpi. S'ka me shpi. Ka të ndi s'ka me shpi, s'ka me. Ju janë dëmtuar të gjitha... Ja, të ke. Ka faj vetëm kanali, u bende po të besh këte me ne. Se u bende me tam po të besh këte. Pavarësisht argjinaturave të cilët janë dëmtuar rënd, banorët thonë se asnjë përmirësim nuk kanë sjellë pasi thuajse çdo vit ata përballen me të njëjtën situatë. Lumi i parë që vjen, sikur dhe 50 fontit lartësia, neve mbytim të pak. Përse? Agitaturën këtu nuk e kuptoj pse e bën. Ndoshta e bën për të bllokuar fshatin nga që mos njohet. Prop, ne këtu jemi të parë. Nuk e di si e kanë menduar zgjidhjen tonë. Sipas banorëve, kjo përmbytje konsiderohet më e rëndë nga ato vitet e kaluara. Ata kujtojnë se edhe në përmbytjet e mëparshme kanë përfituar dëmshpërblime nga shteti, disa më pak dhe disa më shumë, por gjithsesi nuk kanë marrë kompensim për dëmet. Komisionet përkatëse sipas tyre kanë dalë në terren për të verifikuar dëmet dhe për të bërë vlerësimet paraprake. Megjithatë, banorët shprehen se aktualisht ndodhen në pritje, pa një informacion të qartë se sa do të jetë masa e dëmshpërblimi që do të përfitojë çdo familje. Ata kërkojnë ndërhyrje më të shpejtë dhe mbështetje konkrete nga shteti, pasi situata mbetet e rëndë dhe jetesa e përditshme në këto kushte është bërë thuajse e pamundur. E njëjta situatë paraqitet edhe në fshatrat nga ana tjetër e Vjosës, konkretisht Bishan dhe Fitore, ku banorët po përballen gjithashtu me përmbytje. Dënë të tjera shtëpi e xhaxhait matan e treta, i ka hyrë ujë brenda. Gati 30 cm. Këto prurje nuk i kemi parë ndonjëherë. Llogarit që të vi lumi jo me vërshim siç vinte nga varrezat, po të vi që nga ferma, edhe të vi kjo lartësi nuk kemi parë ndonjëherë. Kjo ishte më e madhja. Më ka ardhur herë tjetër, më ka ardhur vetëm 5 pond mbi pllaka këtu. Kjo vajti 20 pond mbi pllak, këtu mbi verandë. Edhe pse në orët e fundit Vjosa pati një ulje të nivelit të saj, por megjithatë situata paraqitet kritike sa i takon mundësisë për përmbytje të tjera.